mjekësore etj, sepse ndryshe nuk bëhet. Nuk e ka luksin se dukesh i pavarur, çdo lloj gjëje që larg qoftë ndodhe, në mënyrë të pavarur mund të zgjidhesh çdo gjë. Ne jetojmë në dy vende dhe në asnjë vend në jetën tonë. Edhe këtë njerëzit nuk e besojnë, mendojnë që po keni interesi ose janë ande duke s'keni çfarë bëni me të pjesë. Jo. Kur ikën e kupton, domethënë të gjitha ato pjesën abstrakte e atë dheut, e komunitetit, të gjuhës, të kulturës etj, të gjitha ato gjëra që kur jenë në Shqipëri të duken që përditshmëria është kjo gjëja që është këtu xha edhe kështu do jetë gjithmonë. Jo. Jo plak. Është një nivel tjetër. Domethënë kur edhe madje do ju ftoja të gjithëve të shohin thjesht mbledhje të shqiptarëve jashtë, të shohin mbledhje burra me 50-60 vjeç që përloten, edhe pastaj